Së fundi, kryetari i Prishtinës Përparim Rama njoftoi mbështetje për financimin e 15 autobusëve elektrik dhe 2 tramve të gjatë 32 metra, që sipas tij do të bëhen pjesë e reformës së transportit publik në kryeqytet. Por gjatë prezantimit të pamjeve se si do duken këta autobus, Rama nuk ka dhënë një datë saktë se kur do të mbërrinë apo kur do të nisin punën në teren. Drejtori për zhvillim ekonomik dhe inovacion, Luftar Braha, tha të premten se autobuset elektrik ende nuk kanë mbritur, por pritet të jenë në qarkullim brenda 2 muajsh. Priten me ardhë, kanë kohën e vetë të liferimit, këto janë makineri industriale, nuk janë makineri komerciale që nësh me hyme një dishana dhe me i ble. Zakonisht porositën bëhen me porosi edhe merë kohë pjesa porosis. Gjitha po besoj që mërëna 8 jave mund t'jenë në teren. Braha akuzon drejt për drejt Ministrinë e Financave se po pengon realizimin e projektit, duke mbajtur të bllokuara rreth 2 milion euro të dedikuara për blerjen e autobusëve. Ministri Murati ka bërë një thirrje, një postim publik, është në drejtën e tij me bërë postime publike çfarë do dhe me pas bindje çfarë do. Ne i bëjmë thirrje me ndal bllokadën, ne ka ndal 2 milion euro të blerjes së autobusëve për trafikun urban, janë të bllokuar pa asnjë të drejtë ligjore. Janë mjetet e qume në rezervë, edhe pse kanë kalu në buxhetin e kuvendit komunal të komunës Prishtinës. Momentin që kalojnë në buxhetin e kuvendit komunal, nuk ka të drejtë askush me i prek ato linja buxhetore dhe me marrë vendim tjetër. Ata kanë marrë vendim të tillë në mënyrë arbitrare dhe i kanë qitë në rezervë, po na bëjnë pengesë në blerjen e autobusëve, por ne nuk do ndalim edhe atë pjesë të bllokadës do ta zhbllokojmë. Por krejtë ndryshe e sheh situatën ministrin e detyri financave Hekuran Murati. Në një reagim publik, ai ka thënë se ofrimi i shërbimeve të transportit publik përmes operatorëve privat duhet të bëhet sipas ligjit për partneritet publiko-privat dhe se komuna nuk i ka ndjekur procedurat e para. Komuna e Prishtinës nuk ka ndjekur asnjë procedurë që obligon ligjin në fuqi. Çfarë do marrëveshje apo kontrate nënshkruar në lidhje me këtë çështje është në shkeljet e plotë të ligjit për partneritet publiko-privat. Organet e rendit do të duhet të vepronin sa më parë në lidhje me këtë rast në mënyrë që të parandalohet keqpërdorimi i paras publike. Ndonse transformimi i transportit publik ka qenë ndër zotimet kryesore të kryetarit të Prishtinës Përparim Rama, asnjë autobus elektrik nuk është sjellë në Prishtinë nën udhëheqjen e tij. Komuna thotë se deri tani vetëm ka modernizuar 26 autobus të operatorëve privat, ndërsa procesi pritet të vazhdojë edhe me flotën e trafikut urban.